Sot e kena një temë tjetër që është pak i një nivelit tjetër. Nuk e kom pas në agent këtë temë, po mas i ke dhe jena të këto festat e 7 marsi, 5 marsi, janë festat që ka të bëjnë edhe me mësusin edhe me dijen. Mendova me jetu sot në një temë që unë edhe kom pranu shumë pyetje në Facebook rreth këtyne çështjeve dhe me të vërtet jam kështu bukur shumë i befasum që hala dikush më ka mush menja është ka jap fetfaqi njëri dike stomatologji, psikologji është haram me studiu edhe kësi lloj pyetjesh që faktikisht më kanë ardhur mu unë i kom pranu kështu me edukat, po normal që më kanë revoltu edhe mu. Dhe më thonë, ma gjithë sa i kohë, hala ka dikush që pyet, edhe më thonë, kështu e që pa u lodhë, thët ty, a është haram me shku me studiu psikologjin, edhe a mos është haram me shku me studiu stomatologjin, se në mund du të me punu në i farë ordinance ku janë bura dhe gra bashkë. Kështu lloj pyetje është normal, unë kam respekt për pyetësit, po unë jam i revoltu në ata të cilët faktikisht po i provokojnë publikun me kësi lloj fetfash, edhe po i bojnë njerëz me pyet për kësi tema, edhe e kam përshtypjen që disa fetar, ani pse janë shumë fetar, edhe ata i ka prek bukur shumë ajo pikpamja laike të çështja shkencave. Edhe ata kanë herë me konë, edhe hoxhallar, po pikpamja ty është laike. Në raport me shkencën, po flas. Sot e kena temën, a duhet me thonë dia fetare apo dia shkencore? A është e drejtë? A guzojnë në nasë si musliman me nda dijen me thonë që kjo dije islame e që kjo dije jo islame. A guzojnë në me thonë që të jenë shkenca islame e që të jenë shkenca jo islame. A guzojnë në me thonë që kjo është fakultet islamik e kjo tjetëri zdi qka, jo islamik. A guzojnë në me thonë që kjo është universitet islamik e kjo tjetëri universitet jo islamik. A guxojnë na me boqës së ndarje, edhe jo veç a guxojnë. A përkojnë këto me natyrën e fesë tonë. Edhe a përkojnë këto me logjikën e selefit. E gjenata të para, të cilët thirrën shumë njerëz që e bojnë haram psikologjinë, stomatologjinë, thirrën të seleft, të cilët nuk e kanë pasur këtë logjik absolutisht që do ta shohim më vonë. Pika e parë, vllaznit dashun, na kem thonë disa herë dhe kjo përpjekja jonë këtu është gjithherë fejën duhet me kuptu. Edhe ma mërmenja, po vazhdojna me qalu të çështja të kuptuarit fesë. Edhe do njerëz, kur po nin të ta sqaruaj islamin, ty po të mushet menja që ai kështu indirekt, gjuha e gjendjes ti, po të thotë që me kon fetar, do të me lanë këtë botë edhe me jetu në qiell. Ja mos mësh me shku në qiell, se nal qielli, me shku dikun qëtu në Hona, në Mars, qëtu planetet që janë këtë rrugë të qumshit tu, muhabeti ka dielli që po sillen këtu. Dhe që atje me bo me shku, bohesh musliman i vërtet. Edhe dyqysh një farë pikpame që me të vërtet, muslimani gjithësysh do të me i lanë këtu shkenca e këtu qasje, do të me jetu, do të me thonë kështu prerazi. Feja jonë ka ardhë me na mësu me jetu në këtë botë, me mësime të qiellit, jo me jetu në qiell, na jetu në tokë. Po munohëm programin e qiellit me apliku në tokë. Asnjë logjik s'ka. Një musliman më munu me jetu në qiell, ose më munu jetu jashtë planetit tokës. Sepse me pas dasht ashtu, se kish brit Zoti Hazreti Ademin hiç, e kish lënë atje, edhe ai atje i shfal. Po ka qenë vullneti i Zotit Hazreti Ademi me ardhën këtë botë, edhe me implementu porositë e Zotit në këtë botë. Edhe çdo përpjekje me apliku ligjin e Zotit jashtë soj tokë është përpjekje gabume, sepse jashtë soj tokë Zoti ka gjallësa të tjera që adhurojnë pa nal asnjëherë. Betejë është këtu. Edhe çdo tendencë që me kriju konflikt mes fesë edhe mes kësaj bote, çysh do ta shohim më vonë se u kriju konflikt mes shkencave qiellore ose shkencave që janë ardhur shkencat që folin për Zotin, edhe shkencave që folin për jetën. Edhe tash janë kriju dy qëndrime këtu. Qëndrimi më ekstrem, thot dia ose shkencat që merren me këtë botë bindesh me shkencat që folin për Zotin. Kjo mendimi më i skajshëm, e pak më i butë, atë ky mendimi pak doça
janë ra pak mbinara din, kur ju kthyn Kosovë këtu janë zbut pak, mas 10 vjet kur zbuten, e zbutin fetfon që ndesh nuk janë, po janë parancishme këtu, katësh. Këto janë veç sa për më marr diplomë hi dikum punë, po asnjë rëndësi se kanë këtu. Këtu me do të më shku me mësu hadithe, më thonë usuli fike, këtu të më bëjë xhollar edhe këto janë çështje veç sa për nai diplomë sa me hi dikun punë. Kjo është fetoja më e butë pak. Kësi lloj pikpamjesh vllaznit dashun rrjedhin si rezultat i mos njohjes së fesë, edhe çush e kem pas sfiguar edhe një herë, që ky konflikti mes shkencave që sfigojnë folin për Zotin, ose të mësojnë çush me adhuru Zotin dhe shkencave të cilat mësojnë çush me bojë jetën, kjo krijimi i këtij konflikti vjen si rezultat i krijimit të konfliktit mes soj bote dhe botës tjetër. Edhe e di që e kem sfiguar disa herë, por nashta u bë koxha kuq se kem përmend. Nëse analizoni mirë Kur'anin edhe Sunetin, edhe nëse analizoni mirë jetën e muslimanëve të vërtet, muslimanët e vërtet nuk kanë kriju hendek të madh mes soj bote dhe botës tjetër. Ata kanë një vijë. Për muslimanin e vërtet, kjo botë dhe bota tjetër janë një binare, veç kalon edhe del tjetrën. Respektivisht, gjithçka që është e mirë në botën tjetër, është e mirë edhe në këtë botë. Edhe gjithçka që është e keqe në këtë botë, është e keqe edhe në botën tjetër, ose ndërshkohet në botën tjetër. Me një fakt fuqishëm. Fakti është se është një Zot, edhe jasoj bote dhe kësaj bote, edhe e dyta, ai që ka me adhuru Zotin është një insan këtu. Ti thash smunesh me kon ti, çush më thon, me jetu në ahiret edhe me pas në ahiret e trupin këtu. Domthon ti je qenie që je kompakt. Ti s'mon shpirtin me çu atje trupin me lën këtu. Ti jeton kompakt edhe rrjedhimisht komplet veprimtarinë që ti zhvillon këtë botë. Ja kushton Zotit manushëm. Pej la ilaha illallah kur e dëshmon një shmëri ndaj Zotit, edhe dete punë më të thjeshta të shtëpisë. Mos flasim organizimi i jetës, së shoqënisë, së shtetit e kështu me radhë. Komplet krejt që kjo veprimtari, nëse bëhet hakikat për Zotin, edhe bëhet në rrugën e Zotit, edhe bëhet me vedi edhe me një të pastërt, krejt është në rrugën e Zotit, krejt bëhet fjalë të për bëhet tjetër edhe për ahiret. Ma vonë, rezultat i interpretimit gabuar të fesë, u kriju konflikti mes sa po punon për këtë botë, sa punon për botën tjetër. Ky koncept është i vëndshëm, s'ka ekzistuar te muslimanët e parë. Harron asnjëherë. Muslimanët e parë kanë bërë veprimtarin këtë botë komplet, syneme kanë pas ahiretin, po absolutisht kanë bërë komplet jetën normal që do të më bëjë njëri i zakonshëm. Edhe kjo pikpamje, imagjinoni tash, kur u kriju që ky konflikti ose kur u kriju hendek i madh mes soj bote dhe botës tjetër, edhe ty tu ka thonë, a bedon këto? A bedon këto? Cilin bedon? Edhe ti ke thonë unë, po i du dyjat, ja dyja s'ka mundsi, se janë të kundërta ato dyja. Unë e di që janë të kundërta për dikan, po për musliman të meqëm nuk janë të kundërta. Sepse unë e menoj, një njeri që martohet, edhe kënaqet me gruan e tij, me fëmijën e tij në këtë botë, edhe e ndërton për shembull, jeton një jetë lumtur dhe të kënaqshme. Unë e menoj që ky investim edhe për botën tjetër. Pse s'është investim edhe për botën tjetër? Një njeri i cili e punon me nder punën e tij në këtë botë, edhe merr pagën me nder, edhe e kryen punën me nder, edhe i shërben popullit me nder. Ai edhe merr rrugën, edhe kënaqet këtë botë, po kënaqet botën tjetër. Ky lloj konflikti është i dëmshëm. Se pse është i dëmshëm? Se ti po i thoni, a jemi këto, a jemi këto? Tash dikush po ju më thot, po hoxh, ti po e harron ajetet e hadithet. Ti po harron hoxh, ku po lën ajetet që e çortojnë këtë botë, kjo botë sokrahim, nuk ka vlerë sakrahimizë, ku po lën ti këto hadithe? Unë i di këto hadithe dhe këto ajete, po këto hadithe dhe këto ajete, në cilat çortohet kjo botë, do të më kuptu gjithë në soazet e dy rrethanave. Edhe sa herë të nxirrni për këtyre dy rrethanave, ato ajete keq interpretohen. Sa herë të shkojsh me shpjegu se kjo botë ka vlerën sa një krah i mizës. E nxjerr për këtyre dy konteksteve që po i shpjegoj, e ke kuptuar hadithin. Konteksti i parë është, kjo botë nuk ka vlerë vetëm në rast kur kjo botë bëhet shkak e u bëhet pengesë mu adhuru Zotit, kur kjo botë të largon prej Zotit, kur kjo botë bëhet sebeb mu shkput prej Zotit. Në çat situatë është e pavlerë. Edhe e dyta, kur thirret sakrificë në rrugën e Zotit, kur thirret me dhanë për Zotin, a gjak, a shpirt, a luftë, a pasuni, për Zotin e mund, edhe në çat minut dhimet nuk e jep për Zotin, atëherë
asnjë vlerë nuk e ka kjo botë. Përndryshe, nëse tekstet fetare i shpjegojmë në hijen e këtyre dy rrethonave, ose i përjashtojmë këto dy kontekste, atëherë bota është shumë me vlerë, bota është shumë me rëndësi, bota është bashkë e ahiretit, çat me kështu kemi vjel atje, çat bëj kështu kemi zet atje, kush bën sa grim sa mirë ka me zet atje, kush bën sa grim sa keq këtu ka me zet atje, domethënë është një botë dhe është një vi. Problemi kur u kriju ky konflikti tash rrjedhëmisht u kriju konflikti edhe mes shkencave. Pse mes shkencave? Sepse u kriju një herë mentaliteti kjo botë dhe ajo botë. A pedon këto? Edhe ti u dosh me zgjedh njënën. Kur e ke zgjedh njënën, tash këto dy bota i kanë shkencat e veta. Shkencat të cilat mësojnë për ahiret, për botën tjetër, folin për Zotin, folin për xhenetin, folin për besimin, folin për çështje krykput religjioze ose krykput për Zotin e Madhnushëm. Edhe për mënyrën e adhurimit ndaj Zotit, këto shkenca i kanë pozicionuar në botën e ahiretit. Edhe kjo botë tash që s'bë sakrahimizës. Tash edhe shkencat në qenë tonë dhe këto janë sakrahimizës. Se rrjedhimisht kjo botë është sa një krahimizës, e gjithçka që mi ta është sa krahimizës edhe rrjedhimisht duhet me gjuhë në mënyrë absolute. Domthon, po mënona me se ku ardha arsyeja pse janë nda shkenca islame dhe shkenca jo islame, ku ardh filozofia dhe mos harroni. Ky tash është interpretimi laik. Ky lloj interpretimi i ka dy arsye. I ka dy rëshitje. Rëshitja e parë është pe njerëzve fetar të cilët se kanë kuptuar fen. Edhe kanë kriju konflikt mes, unë sa për informacion, nëse ktheni ulemave të vjetër, muslimanëve të parë, ata nuk kanë pas fizikanti, ai ka hoxh, u kanë fizikant, u kanë astronom, këtë në vend i ka pasaj. Një arkitekt ku fal me një hoxh në saf. S'ka pas aty fakulteti islamik edhe fakulteti. Aty ka pas dije. Mos harroni diçka. Nuk e ndan feja jon shkenca islame jo islame. Manë mend, kjo është interpretim laik, i cili interpretim laik na u ka servu neve, edhe na i na formu në pikpamje laike për me nda shkencat, edhe kjo është formim i plasaritun, kur tash vina në një situatë, njeriu fetarizohet. Si të fetarizohet, ai të vetë ty, a bën mi studiu këto shkencat. Si të fetarizohet, ai të pyet, a bën këto shkencat. Pse? Sepse ai u eduku dhe u formu që këto janë shkenca jo islame. Këto janë shkenca jo islame, s'do të mi studiu këto muslimani. Ose edhe nëse i studion, veç sa për mi studiu. Që shë thasha e fetvaja pak me abut. Pse bëm pyetje kjo formu, kjo ka kriju mendim laik. Nuk e prandon feja ju, nas në situatë këtë ndarje. A dini që thot feja ju? Feja ju thot ka dije dobishme dhe pik. Ajo dija dobishme mund me fol për Zotin, mund me fol për pejgamberin, mund me fol për botën tjetër, mund me fol për këtë botë. Mund me fol për organizimin e jetës, mund me fol për fizikën, mund me fol për kimin, mund me fol për astronominë, mund me fol për tana shkencat. Është dije dobishme. Fatkeqësisht, edhe ne po tham, na fetart që dijen e dobishme e kemi interpretu se është dije fetare. Kjo nuk ka veç dije fetare, kjo është çdo dije e dobishme. Unë nashta hala dikush son bindet në këtë farstarti, unë i kam një 4 argumente të fuqishme pse do të më kanë çështu. Unë nuk po foli veç kot, ma vonë kemë pa 4 fakte pse pse feja ju thot dije dobishme edhe veç, se pranon ndarjen mbrapa. Për shembull, du m'ja vlezua një ajet, edhe kisha pas qef, sidomos ata që e përcjellin video mundin me nal, çelni Kur'anin, edhe keni një ajet në surën Fatir 28. Fatir 28. Ajeti 28, surja Fatir, e keni një me qindra herë, është prej ajeteve që është interpretu jo mjaftueshëm ose jo krejt sakt. A dini çush është ajeti? Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Zotit me të vërtet Allahut ja kanë frikën dietarët. E pyetja na lin tash, çta dietar atë fesat shkencës. Pa drejtësisht, unë e menoj, pa drejtësisht,
që ta dietarët hanë dan janë shpjegu dietarët e fesë. Pa drejtësisht kjo. S'është e drejtë kjo. Dikush më pyet, hoxh, pse s'është e drejtë? A dini çysh me gjetë pse s'është e drejtë? Kthenu ajetin 27 çka fol Zoti. Edhe mas miri me kuptuani ajet është me shtin kontekst të ajetit. Çka ka mrapa dhe çka ka para dhe çka ka mrapa. A dini çka fol Zoti më herët? Habitni çu shu interpretu çka ajet. Bile ta dietarët e fesë në më, pa di pse po thon padrejtisht. Ai njëjën ditë në xhamatlik kështu, muci po më shtini me menu ko xhafet. Tha hoxha, bë me të vetë diçka, mos e dini ju në ajet në Kur'an që spitut në Zotit ju mas pak të ju. Hoxhallar që spitut në Zot, më se keni gjetë në ajet dikun që kallzon që jeni kallzon ata çata ajet se na marrun tu tamdin. Kallzon atë të trina na të jetojnë kështu shlir. Ajeti, kështu ne, pja u lexoj ajetin në arabisht, po ju kisha porosit mu kthy. Kthen në Kur'an, e xhoni let. Manal, ma herët që po folë Zoti. Po thot, elem tara anna Allahe anzala min as-samai ma'an fa akhrajna bi thamarati mukhtalif alwanuha. A nuk e ke pa ti si Allahu e zbriti ujin prej qiellit. E prej atij uji nxjerri prej atij uji ose prej tokës, me atë ujë prej tokës nxjerri gjëra të ndryshme. Minerale, bime, shumë gjëra nxjerri prej tokë. Që ky ajet po fol për tokën. Edhe është një shkencë që quhet gjeologjia që merret me tokën. Është edhe metalurgjia, këtu se ato metalet i gjojmë shpeshherë në tokë. Ajetin, kjo nuk ka krejt ajeti, veç një fragment i ajetit. Po folëm 28 ke i tutën dietarët, 27 po folëm. Tash e lexoj komplet ajetin. A nuk e ke pas se Zoti ka zbrit ujin prej qiellit e me to ka nxjerr prej toke, domethënë bime dhe gjërat ndryshme, me ngjyra të ndryshme. O miren nasi, edhe prej njerëzve, o dawabi, edhe prej gjallësave që shkelin mi tokë, o lan'am, edhe shtas të ndryshme, me ngjyra të ndryshme. Domethënë, Zoti mbi këtë tokë, kalshu shi. Edhe prej saj kanë nxjerr minerale dhe bimë ndryshme, edhe mbi këtë tokë ka rrit njerëz, gjallësa edhe shtas me ngjyra të ndryshme. Kadhalika inna ma yakhsha Allah min ibad. Që kështu Zotit më të vërtet ja kanë frikën dietarët. Nëse referohesh ajetet më paraprakisht, që ky ajet po fol këtu për biologji, po fol për gjeologji, këtu s'po bëhet fjalë për xhallar. Po normal na tani ta dietarët i kanë bë realisht konteksti i ajetit po fol për shkenca tjera. Do të vesh po fol për biologjin. Se është objekt studimi i njerive, gjallësat e shtas i objekti sajën. Edhe kthenu edhe një herë edhe lexoni edhe kshoni tani kur të ngoni hoxhallar në për xhamia, çush ka më thon. Me të vërtet dronë Zot ja kanë ves dietarët. Edhe kryesisht këta dietarë klapa janë dietarët e fesë. Interpretim jo adekuat. Për faktin se konteksti nuk ka lejon një gjë të tillë. Konteksti më herët po fol totalisht për gjëra të jetës, gjëra të shkencës. Totalisht po folet për dietarët jetës këtu, të cilët kanë arrit me zbulu edhe minerale dhe materiale dhe kanë arrit me studiue gjallësa të tjera. Na inshallah nuk zgjatëm shumë, po edhe një fakt po duam me pru këtu se domon ka veç diet do bësh me asnjë gjë tjetër. A keni harru ju xhamati vllazni edhe motra, a keni harru ju që Ademit ja ka mësu Zoti emnat? Apo me pyet diçka, cilë të emna ja ka mësu? Ademit, a keni lexuar Kur'an? Ja ka mësu Zoti emnat, cilë të emna? Gjës tjetës e ka mësu. Kodra, mali, gjallësa. Qenë që tu? Shkenca tjetës. Kujt jam mësu Zoti qëtu? Hazreti Ademit, pejgamberit ti. Na vina, fetarizohëm e si mësojnë në këto sene. A po kuptani, na si të fetarizohëm, të jenë parancishme mo. A Allahu e ka marrë Hazreti Ademin, ja ka mësu emnat. Emnat e kujt? Jo emnat e fesë. Jo emnat që kanë të bojnë krykput me fe. Emnat të jetës, që i duhen me zhvillu veprimtarinë dhe jetën në tokë. Edhe, kër i ka mësu Hazreti Ademi që ata emna,
për hir që aty në emnave që i ka mësu, dash me laçit miran sezdë, dhe më thonë aje mësoj dijen e jetës. Me çfarë logjike njeriu fetarizohet, sot dhe nuk e nje. Por ata, Hazreti Omeri, shumë i kthell, shumë i mëshëm. E ka pa një musliman që po i thonë atash pasuesi sunetit. Kur e ka pa Hazreti Omeri një musliman që e njeh sunetin, më njëherë ka bu pyetje. A mëson ky apo në sena, merret apo me çka merret ky? Ka thonë ky veç rën kështu. Kalu, sa i rëndësishëm. A je bo fetar po, diçka do të më merr me jetën. Zdruktara, këpuctara, kamermana, diçka do të më bëni një këtë jetë. Amo veç fetar, me najt, asnjë logjik s'ka kjo. S'ka asnjë logjik kjo. Fetar do të gjithçysh diçka me punu në jetë. Zbuluni, merru me diçka. Të jetës, për jetës o fjala. Për ata nuk ka pejgamber. A bëm ju tregu çka? Ju keni dëgjuar ton për Hazrat Davudin. Çao ka veprimtaria e Davudit? E ka punu hekrin në burra, farkatar ka qenë. Hazrat Davudi ka punu hekrin. Hazrat Nuhi supozohet që ka qenë zdruktare, ka maronien vet. Dini bre, shumë edhe njerëz kur po fetarizohen, po nuk i shemo çto sa në të rëndësishme më aftën. Pse nuk ishte të rëndësishme? Qysh more me pyet njëri apo me shkon stomatologji, po gjysh më shku, veç amon pranohesh, me i çarru sytë mësu. Se është, mi u bë dobi njerëzve, mi u ndrish njerëzve gojen. Bile të na shqiptar, ç'do du. Ja na veç na gjysën një popët me shku stomatolog. Me na ndresë tham ne më na kthiem këtë dy janë herë. Domethënë, për shembull, Idrizi ka qenë robaçeps. Hazreti Musa i ka rudelet. Nuk ka pejgamber i Zotit që su merr me diçka në jetë. Edhe kjo më fani, nuk u shpjegu tani shkencat islame këto, këto janë dije të dobishme, edhe nuk ka interpretim tjetër. Si ti dajsh, kjo është princip laik. Edhe na sot, këtë shtetit islamike ki, Universiteti Islamik. Po që da, a ka në universitet në lindje që ta mësë jetën? Ku Oxfordi, pse mos me konë lindja ai? A s'ka pare lindja? S'ka kry. Pare sa dush kry s'ka. Pse s'ka kry? Se mënyrat mendumit këtu janë parancishme për ata. Edhe fatkesisht, çaj mentalitet po bartet këtu. Edhe ai si po vjen, ai çdo del në xhami këtu janë nis vlera dijes, ai gjithë me dije e nënkupton dijen fetare. Kjo është krem. Me dije është çdo dije dobishme. Edhe për ata shumë qartë është lexo me emrin e Zotit. As se ka përcaktuar puna shkencës islame, lexo me emrin e Zotit. Plus asaj na jo lexo me emrin e Zotit, po lexoni 5 ajetet. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka kriju. Krijimi është shkenca islame, a shkenca tjetës. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. E ka kriju njeriu për një pike ujë. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo se Zoti jot është më bujar. Alladhi 'allama bil qalam. E ka mësuar njeriu me pend. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. E ka mësuar njeriu ato që s'e ka ditë. Çto 5 ajete janë të hapne. Studioni. Kjo në hynje, unë e fula shumë fjalë të kallabllak, po krejt këto fjalë për me thonë një fakt. Në shariatin tonë, fenë tonë ka dije dobishme. Edhe nuk ka islame dhe jo islame. Sepse kur ti thush ti fakulteti islamik, kjo i bën që këta nuk janë islamik të tjerët. Kur thush ti shkenca islame, ti a di çfarë po thu? Ti biologjisë po i thush s'është islame. Edhe praktikisht çdo të më studiuaje. A na po thojna ndryshe, na po thojna dije dobishme. Edhe përfshin komplet tana shkencat që janë dobishme për njerëzimin. Që tash nuk pezgjato më shumë, po shkojna lexojna çto 4 fakte. Pse s'do të më bëj çka darje? Pse s'do të më thon shkenca islame dhe jo islame? Po i lexojna 4 fakte, shkurta zgjedhë qarta. E para është sepse Zoti Mandushëm kur e ka kriju Ademin i ka thonë pe krijojni me këmbs timin tok. Me këmbs. Një njeri që ka me ndërtu jetën. Nuk ka asnjë logjik. Mund ndërtu jeta veç me fe. Jeta do të ndërtu me jetë. Edhe çështja e khilafetit, halife
i vjen ka më ndërtu, për që të është koncepti dallimit mes Melaçit dhe Ademit. Melaçet nuk kanë pas dije për këtë botë. Me argument që kur ju ka thonë Zoti, kallëzomni qëta emna, a e ka thonë as si dina këta emna. Pse se dini këta emna? Se natyra e Melaçeve nuk është me këmsia, nuk i intereson Melaçes gurja, dhevas. Melaçet janë krijesa prej dritës, Melaçeve intereson qielli. Edhe kur ardh pyetja, çush i thonë kësaj s'di? Çush i thonë kësaj nuk di? E ka pru Ademin e i ka thonë kësaj i thonë kodër, kësaj i thonë les. Pse? Se që ti kemi shkuti. Edhe ti kemi punu me tu. Për edhe ja ka mësu Ademit jetën. Melaçi pse ja ka mësu jetën? Pse? Sepse s'kan me zhvillu ato jetën këtu, kanë me zhvillu jetën në qiell. Tash na pa drejtësisht, na po dojna me shku në qiell me pru Melaçit. Melaçit po kemi që me pru këtu. A Zoti na ka kriju me këmbë tine në tokë. Edhe kjo me këmsia realizohet të e njoft Zotin, të e njoft si adhrohet Zotin, edhe të e njoft si zhvillohet jeta në këtë gjithësi. E thash, qëto është në gëni që a bojnë ana. Kur thush shkenca islame, kur thush dije islame dhe jo islame, ti do më thonë jarë në këtë botë, edhe ty krejt shkenca që të pëson ty me organizu jetën, me realizu me këmsin tonë në tokë, për ty janë këtë. E më pyet, unë po të pyet ty, pse të ka pru Zotin këtë botë? Ti më thu me adhuru. Është e vërtet, tjetër, veç, jo veç. Ti me adhuru Zotin dhe me ndërtu jetën këtë botë. E jeta në këtë botë adhurohet të njoft jetën, të njoft rrethona, të njoft tana shkencat që ta bojnë të mos me organizu jetën. Edhe për çata jena meti i mrami jena na stash. Në tana sferat, pse? Sepse për neve bota nuk ka rëndësishme, edhe për çata çfarë ndodh në këtë botë? Jo në qëtë tjetë për ndërtojnë botën, na jena naut, na jena veç me dho fetfam, ju kalzu njëzve fe, po na kena shkput fejnë për jetës, na dina me të kalzu që është kamata haram, po na s'dina me bo bon këtonën, nuk dim na me bo, se na jena naut, s'dina diçka me bo tjetës, na dina veç me ta spjegu jetë, fetfam tonë në raport me jetën, po na nuk dina me bo diçka tonën, për që ata pej maja gishtave, dhe në fund gisht, ketë janë gjonat që si kem bona. Edhe në xhamia ku folëm na, shpej minarës dhe dhej poshtë krejtën gjona që i kanë botë hujtë. Në venet ku na adhurojmë Allahun e madhushëm, na adhurojmë me të spit kinës. Por që ta ma mirë bidat mi pokre. Se në kinës. Edhe na i bina Zotit në sejgjadet kinës. Se si bojna vetë na. Pse nuk i bojna vetë? Se na kena harru që Zoti po thet, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalife." Për kujto ti kur Zoti ju tha Melaçev, "Pe krijoj një me këmbë timin në tokë." Ai ka më mësuar atje në tokë, ai ka më zhvillu jetën me programin ta. Qysh me zhvillu jetën kur ti ki çësje negative ndaj shkencave, kur ti thu shkenca islame dhe jo islame. Kjo është ai fakti i parë. Fakti i dytë. Fakti i dytë është shumë i fuqishëm. Shkenca islame edhe shkenca laike, shkenca shkencore. Bom pyetja është kështu. A janë të plotësuar me shkencat islame? Feja është e plotësuar. Eliu me akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa dhe plotësova. Eliu me akmaltu lakum fen tuaj i plotësova dhuntit e mia ndaj juve dhe jam i kënaqur për ju e tjetë islami fe. Feja, shkencat islame janë të mbyllne, Gjibrili mos vjen, mi pru dikuj në ajet në hadith. Ajetet janë edhe hadithet janë. Feja është e kompaktu, kry feja. A din çka ka feja? Feja ka veç ulema që tash i përpunojnë çeto tekste. A mo tekst 3 s'ka mo? Apo jo, s'ka tekst 3 mo. Edhe këta ajetet janë çto, hadithet janë çto, tash meselet janë çto. A ke pa këta kur po edhe në çashtit fikut. Kum lexu po, vetë veçulaj, gjithë kona e abden. Jo, kum lexu po dash ke duhet me lanço. Gjithë kona e duhet, veç te ke lexu. Ajo se ke zbulu kurrë. E kum zbulu që taravit po dash me fol te. Gjithë kona, veç ti se ke dit. 8, 20, moti është ajo mesele. Veç ty nuk të kam rrit. Të këtë mesele diskutume. A besoni diçka? Krejt çashtit çat diskutohen sot në rrafshin e fesë, këtë janë diskutume. Veç një qesëm sheshna, ato këtë janë diskutume. Ebu Hanifja, Imam Shafi, Imam Ahmedi, këtë janë diskutume. Na veç një qesëm shesh, plus asajna, nëse shtrohet në problematike e re,
shtrohet problematikë e re, është roli hoxhës i dietarit tash me përgatitjen e tij profesionale me punu me tekste edhe me punu me realitetin për me nxjerrë në dispozit 3. Kjo është quhet ijtihad. Ijtihadi është kur hoxha punon me tekstet fetare për me dhënë përgjigje një problematike bashkëkohore. Apo kuptoni që nuk ka fol Kurani ose hadithi decidivisht për to. Harone që të muhabet se kjo është mbyllne. Feja është punë mbyllne. Mos më thotë kom gjetë në hadith. Ka në hadith veç ti se ke ditë. So zvija Xhibrili më me hadithe. Këto shkenca të tjera janë për mbyllne. Të janë të hapne burra. Mjekësia është e hapne, biologjia është e hapne, gjeografia është e hapne, se çdo ditë ka ndryshime të kufive. Historia është e hapne. Shkencat e jetës janë nevolim e sipër për çata muslimanë shumë do të merren me to. Së është nevolim e sipër, është në zhvillim e sipër. Por çata nuk ka logjik se pse s'ka logjik. Se ti kur ti domthon ti a din na po folëm kanë herë për shkencë, po informata e kemi viteve 80-ta. Unë kanë herë, më falni, unë fungoj hëxhullar fol për statistika. A dini ku janë? 70-ta janë. Unë si përmend statistikat e viteve 70-ta. Sa është gjysmë shekulli gati. Fol statistikat viteve 80-ta. E gjon një revistë, e lexon një revistë, ajo revista u botu që 20 vjet, edhe në atë revistë ka ndaj shifër diku ndaj statistik, ai të përmend ty statistika në 2016 vitit 80. Ato statistika nuk thuhen më, se janë të vjetrume. Ka evolu bota. Që ka që aborte, që ka që... Oj, mot janë ato aborte, shef. Amerikë që ka që njëzë mytën. Amerikë, ajo statistika e vjetër. To jenë statistikat mëqme. Leja të onë, është do të statistikat e reja. Problematika është ku është që të shkenca jenë nevolim e sipër, na kena hjek dorë për tyne dhe na nuk po din që po bot. Informatat tonë për shkencën shpesher janë vjetrume. Edhe nuk do mingu bota mo. Për ata, kjo është arsyeja tjetër pse na musliman duhet më merr me shkenca të tjera dhe pse zguxojnë na me thon shkenca islame dhe jo islame. Arsyeja e tretë është shumë e fuqishme, kisha pas çfarë edhe çto më men. Nuk mund shpjegohen shkencat islame pa këto shkenca të tjera. Nuk mundet më shpjegu feja pa të një munde shkencat e jetës. Po bim shembuj. Nëse folim sot për ekonomi, qysh muj me folën për ekonomi, s'di as që është valuta, as di që është bursa, as di që është tregu i lirë, qysh muj me folën për ekonomi? Qa muj me thonë për ekonomi? Ekonomia tregu të lirë, ekonomia kjo, qau? Nëse unë sot nuk e kam një ekonomist fort këto që më spjegon mu, unë s'di me thonë fetfa. Unë se kam përshty, unë s'di me thonë fetfa. Nuk mund më spjegu sot çdo çështje, çdo ekonomi islame sot, çdo hoxh që fol në ekonomi, nuk mundet me fol ekonomi, nuk mund me pas përgjigje të sakta pa u konsultu me ekspert ekonomis. Apo jo, apo veç kështu. Me fol veç kot. Si tonë të thot, mja shit lopën, mja shit lopën kjo pazari vjetër. Ky pazar nuk bëhat më. Se adin me dalë treg e ble lopën, kjo ble lopën. Kjo këtë vitin një 3-400 lep shiten. Ajo është biznis, është një të tërsenset, tregu lirë të tërsenset, do të bëhen me ka 1 milion transfere bankare, që ajo tregu sot, kjo me shit lopën, me ble lopën, kjo është muhabeti vjetër kjo. Së është ma ekonomi kjo është mi shit dëvo, me shit një pull. Ska nuk ka këtë të lashja sot e këti muhabeti. Do më thonë, pyetja e më është, nëse nas kena ekonomist mirë, qysh mundu me folë për Sheh Kardavi, kur e ka librin e zeqatit, a menoni që ka mujta i me sfegu zeqatin pa i pas një 4-5 ekonomista rreth tij? Absolutisht normal që sun kur një s'kon sfegon zeqatin. A menoni që mundu me sfegu tregun pa pas sot njerëz ekspert, agent tregtis që njohin këtë lëmi, a mundum sot me sfegu për shembull A mundum sot me shpjegu të drejtat e njeriut, ligjet, konventat ndërkombëtare, kushtetuta, a mundum na çdo gjëna me shpjegu sot në rrafshin fetar po flas. Pa pas ose njohuri ose ekspert të fushave përkatëse. Unë kam një hoxh këtu, edhe nuk e di, më duket u përkthy kjo libër, unë kam këtë libër. Legjislacioni penal islam është. Libra është 2 vollume të mëdha.
nëse zgaboj është përkthy, autori i këtij libri ka qenë një jurist. Edhe dini çka ka bë? E ka krahasu shariatin edhe jurisprudencën jo islame, ose laike. Ka bë krahasim. Po çush më bë krahasim pa një dyja? Pe libra më të fuqishme që u shënuan në herën e historisë islame. Legjislacioni penal islam është. Është një hoxh Abdul Qadir Aude. Pe ulema më të mëdhej që ka pasur ummeti. Ka qenë, domthon, ai ka qenë islamist, e ka njoft, ka pas domthon përgatitje islame, po specializimi i tij ka qenë në juridik. Tjetër pyetje. Qysh mundëm për shembull sot na me fol mjeksi pa e vet mjekun, pa pas doktorin? Çfarë mërmendja për shembull? Ç'a dim na për klonimin? Klonimi. Duhet më animu shkenca me nas, unë s'di ç'a klonimi. Kushtimisht po tham, unë më lezu ç'a klonimi, po nëse mos ma sfjegon doktori ç'a, unë s'di më dhon përgjigje. Ç'a mendoni ju për shembull transplantimi i organeve? Ç'a mendoni për shembull kirurgjia kozmetike? Ç'a mendoni për shembull fekondimi artificial? Këto janë tema që janë shtruar sot në rrafshin fetar, po të cilat nuk mundet mu përgjigj feja, po ndihmu me shkenca tjera. Ose hoxha duhet me pas përgatitje, ose duhet me thirr ekspertin asoj fushë. Pse degradon ti fen deri në çit nivel? Sepse kjo është përpjekja kur feja me shpjegu diçka tjetës pa u konsultuar me ekspert e jetës. Pa u konsultuar me ekspert e jetës. Çështja e ciklit mujor të gratë për shembull sot. Kjo është çështje që mund përgjigjet hoxha, po kjo është çështje e mjekësisë burra. Ka rregullim ciklit me shku te doktori, e thirr hoxhën. Hoxha s'mund të ndihmon këtë drejt, me shku te doktori është çështje e mjekësie kjo. Që kjo është ajo që me të vërtet po na ndodh kur nëse nave që zhvillojnë shkencat islame, thonë këtu islame, tani kena marrë në starti ku s'mund shpjegon diçka islame pa ju referuar edhe shkencave tjetër. E na tash kena të lashë se nuk kena boll. A keni pa për shembull, e kom thonë sa herë me juve këtu, na kena sot problem? Na suni dallojmë kur njëri ka problem me gjendje dhe kur ka probleme psikologjike. A dini pse? Se na nuk kemi lexuar dy rreshta për psikologjinë një tonë. Edhe na bujmë pyetje, a halal me studiu psikologjinë? Unë pyetje po në internet, a halal me studiu psikologjinë? Edhe çka ndodh? A dini çka ndodh? Ka ndodhur ti shkon te hoxha, ti ki shregullime psikologjike ose psiqike, edhe ai një vjet ty të fryn, e tre, edhe ti mas një vit duhet të shkoj te doktori afat. Pse te doktori? Se lidhje s'ke pas asgjë, asnjë gjë s'ke pas ti. Problemi ku është? Problemi që ky hoxha njët vet s'din çfarë psikologjia, s'ka lexuar për psikologjia dhe çështoj marrëm jetë në qafna. Nuk munden mos shpjegu problemet psikologjike pa pas njohuri rreth psikologjisë, sepse jo çdo situatë është me gjin. Jo çdo njeri i smut pe gjinve. Jo çdo i dyti në Kosovë me gjin. Syt i kallzon që ka gjin. Ata gjin të bjas që kanë ortë naktu. S'ka asnjë logjikë. Po për çata vllazni, arsyeja e tretë është që edhe feja nuk mund shpjegohet sot në çështje të caktuara, po flas, pa ju referuar edhe shkencës edhe analiza. Për ata nuk ka shkenca islame jo islame. Ka dije dobishme. Pse? Pse shkon te psikologu po të ndihmon, po të kfjell edhe çohë kfillesh për 700 bajrama. Edhe është dije dobishme. Edhe arsyeja e fundit se u zgjata, arsyeja e fundit është se ndarja shkenca islame dhe jo islame, pretendimi jonë që feja jonë është feja jetës, feja shkencës, feja drejt, edhe prapametonia jonë në rrafshin e jetës, ka bërë që tjetë mu iritu pej neve, edhe ju tani keni ndëgju deklaratat, shëqër që u bona musliman, pa i pa musliman, shëqër që u bona musliman pej libra, sa si kun pa musliman, se u ka problem u pa musliman. Pse? Sepse na fetarisht qëndrojna mirë, po na me jetë jena keq. Edhe njëherë, fetarisht, musliman të fort, se s'ka popull në botë që t'i falë 5 vakte. Ata krishterë djeleve kanë e gjysat shkujnë. Veç njëherë ndit, veç djeleve kanë. 5 herë nditje na i kemë. Edhe xhamiat janë plot, elhamdulillah. Na nuk qëndrojna keq fetarisht, na qëndrojna keq ka jeta. Edhe a din çfarë po thonë ata? Po na thonë ata, po nëse ju jeni kaq fetar të mirë, edhe nëse Zoti është me juve, po pse jeni mrapa burr në jetë ju? Pse jeni kështu në jetë? Edhe kjo bëhet provokim për ta. Kjo bëhet provokim. A dini pse bëhet provokim për ta? Sepse sot televizori, kur ti qet venet më të prapambetën në botë, ai vetë shkon te venet islame gjithë i ka aty. Kur të vesh ta qet Kandaharin, ta qet atë tjetrën,
Të cilat venet ku jetojnë muslimanë që janë simboli degadencës, shkatrimit, varfënisë, mjerimit të kështu. Çado të qet. A e keni pa, më falni, a e keni pa filmat? Çunë në ai film për shembull kur hin këta për ndihmon lindje. Çunë vetë në film. Çushi paraqet ata dhe çushi paraqet këta. Këta sigur kanë për marsit. Njerëz zhvilluam ata hala veç ikun veç. Çashtu është domon ideja që për ne më çështo situata e muslimanëve. Domethënë kjo situatë kur na kena një fetar adhuruesi Zotit e i prapambetun një jetë, kjo u bo provokim për pabesimtar. Edhe ai po thotë nuk duhen me besu shti Zotit se bona si ti. Ai të tyje, unë më bo fetara, jo se po tash kam bu izraelat. Unë jam i paq, më bo, jo se të fetar duhet më bo izraelat. Ja, më falë, s'më i bona. Po kjo izraelat nuk o pe fjo, ju një kjo. Po ai çështu po thotë, ai po thotë çështu feja ju kjo. Për ata ka thonë Allahu në Kur'an, Rabbena la taj'alna fitnatan liqawmi dhalimin. O Zot, mos na bëj sprov neve, mos na bë neve irritus ndaj njerëz, ndaj tjerëve. Se na jeta jon, veprimtaria jon është irritim për tjetër. Kum najt me një xhamatllini vetë në Prishtinë para 2 ditë. Edhe ai xhamatli shumë djalë i mirë. Edhe shkova me kerrën e mojtën e ligjërat, edhe për fat e lava kerrin që ditë mirë e lava, se rrallën po bëva kia e punë po. Tha po më mirë, tha që një huq për ashtë kerrën e lava, tha se ju harabati leni kerrën. Tha une, hala nuk pa një fetar të mirë fill, që e man kerrën pedante, e lan kerrën e fshin kerrën, s'kum pa tha. Pse? Se s'na intereson e kërë, na jem në njës të ahireti të borë, le, harabati, se na për ahiret jem, qashtu është interpretimi, qashtu aj peledzon muhabetin tonë. Për ata, menoj që kësë u bos, se dhja po mu e spjegaj, na i na bo iritus tjerëve ndaj fesë. Pse? Sepse e këna thonë, dije islame dhe dije jo islame. Ana po thujnë ndryshe, dije dobishme. Imam Shafiu, po fullën për selefin tash, ka thonë nuk di që ka në dije, mas dijes që shme adhuru Zotin, se është fiku, është shkenca që të mësojnë që shme adhuru Zotin. Nuk di që ka në i dijen këtë botë, mas fikut, ma vleshme të Zotit se sa mjekësia. Pa që ta, zanafila e mjekësis, ku i ka rojtë? Te muslimant. Zanafila e matematikës, ku i ka rojtë? Te muslimant. Po këto fjali, unë nuk kam qefër të mi përdorë, se këtu janë adhe, me ngushlu vetën këtu, na i na kanë, i një kanë jo. Po mu po më interesën diçka tjetër. Kur thujnë na i na kanë, do të mi ka përveshë, do më vlazni musliman që po thujnë na i pasujnë selefina, e selefi nuk o kanë që shpo thu ti. Selefi ka pas tjetër koncept. Edhe ti me që të gjeste nuk je selef. Selefi s'ka pas islami jo islami. Selefi ka pas gjana dobishme në jetë. Edhe cilat janë o në raport me Zotin, o në raport me jetën.